Përveç subvencioneve nga shteti për fermerët është ndjekur edhe një skem që lidhet drejt për drejt me investimet në bujqësi. Aplikimet e fermerëve kanë nisur që në nëntor të vitit të kaluar dhe janë shpallur 12 përfituesit e parë, sqaron Ylvi Shima, specialist në qendrën e ekstensionit bujqësor Shkodër. Jena në fazën përmbyllëse, me datën 28 shkurt është bë mbyllja e datës investime, pra përfundimin e dokumentacionit, dhe fermerët që kanë aplikuar në qarkun e Shkodrës, ose në Arep, po të në paktën deri në këtë moment janë 12 vetë që kanë nënshkruar kontratat me AZBR-n. Ato përfitojnë 50% të shpenzimeve që kanë bërë, nëse një fermer ka ble deri në 50 milion të vjetra, mjete bujqësore, traktorë dhe mekanikë bujqësore, ai për pasi të ketë nënshkruar kontratën me AZBR-n, atij do t'i rikthehet 50% e shumës që ka bërë investimin. Pra, në 50 milion të vjetra, ai do të përfitojnë 25 milion të vjetra. Shima sqaron në detaje kuotat e përfitimit sipas aplikimeve që kanë bërë fermerët. Deri në 50 milion të vjetra nuk ka nevojë për plan biznes. Pra, deri në 50 milion të vjetra, 50% është shuma e grantit që fiton fermeri. Ndërsa, deri 100 milion të vjetra gjithmonë, duhet një plan biznes edhe përfiton 50 milion të vjetra. Skema për investime në bujqësi nuk toleron përdorimin e fondeve për qëllime të tjera, por vetëm për zhvillimin e këtij sektori.